nderuar të ftuar, të nderuar staf akademik, ju shumë të dashur nxënës dhe të gjithë të ju të pranishëm. Mirë se keni ardhur. Sot është një ditë e veçantë pasi jemi mbledhur për të festuar jo vetëm hapjen e një objekti të ri, por edhe vazhdimin e rritjen e suksesit të shkollës sonë të dashur. Ndër vite, kjo shkollë ka qenë një vend ku ka qenë dritë e udhëheqjes së dijes, një vend ku përkujdesja dhe arritjet janë bërë pjesë e përditshmërisë. Ky rrugtim është bërë i mundur fal përkushtimit të mësimdhënësve tonë të jashtëzakonshëm, të cilët kanë udhëhequr me mençuri e zemër, por gjithashtu edhe fal punës së palodhur, kuriozitetit e shpirtit të nxënësve tonë të mrekullueshëm. Së bashku, ata kanë ndërtuar një traditë ekselence që do të vazhdojë të rritet edhe më shumë me këtë hap të ri. Ky objekt i ri nuk është thjesht një ndërtesë e re. Ky është një premtim për një të ardhme më të mirë për të gjithë nxënësit që do e kalojnë pragën e kësaj shkolle. Programi i sotëm është një festë e gjithçkaje që kemi arritur deri më sot, por edhe gjithçkaje që po na pret përpara. Ju ftojmë ta shijoni këtë program me fjalimet frymëzuese, me performancat dhe gjithë momentet e veçanta të përgatitura për ju. Për të hapur zyrtarisht këtë program, ftoj drejtorin e shkollës zotrin Nehat Tërpeza, i cili për një periudhë të shkurtër kohore ka arritur të bëjë një punë të jashtëzakonshme edhe po vazhdon ta bëjë atë. Na nderoj tani me një fjalë rasti. I nderuari kryetari komunës së Lipjanit zotëria Mrejti, drejtor i DKA-s zotëri Rasim Hasani me bashkëpunëtor, familjar të dëshmorëve të kombit të Xhavit Kozhanit, të respektuar veteran të Shoqërisë Shqiptare të Kosovës, i nderuari kryetari i Bashkisë Islame me bashkëpunëtor, të nderuar drejtor dhe drejtoresha në komunën e Lipjanit dhe drejtori i kolegjit Mehmet Akif zoti Ali Tyrjak, të dashur nxënës, të respektuar veteran të arsimit, mësimdhënës e ish mësimdhënës, e ju familjar të mësimdhënësve që kanë kaluar në përjetësi, dhe ju të pranishëm të tjerë, mirë se erdhët në përurimin e shkollës sonë. Me lejoni që në emër të kolektivit të shkollës fillore Kadri Beba, t'ju falenderoj që keni gjetë kohë të jeni pjesë së bashku me neve në këtë ditë festive, ditën më të lumtur të kalendarit historik të shkollës sonë, që po e përdorojmë shkollën e re, një ngjarje historike për komunitetin tonë. Kjo shkollë nuk është vetëm një ndërtesë moderne, është simbol i një fillimi të ri, i një përkushtimi për të investuar në dije, në vlera dhe në formimin e brezave të ardhshëm. Këtu do të rriten ëndra, do të ndërtohen karaktere dhe do të zhvillohet mendimi kritik. Në çdo klasë ka mundësi. Çdo bankë shkolle do të pres një ide të re, një rrugtim të ri. Si staf pedagogjik, jemi këtu për të udhëhequr këtë rrugtim me përkushtim dhe dashuri. Shkolla Kadri Beba nuk do të jetë vetëm institucion arsimor, por një qendër komunitare, një urë bashkëpunimi mes nxënësve, prindve dhe mësuesve, sepse edukimi ndodh jo vetëm në orët e mësimit, por në çdo bashkëveprim që të përditshëm që jetojmë. Emrin që mban kjo shkollë Kadri Beba është një kujtesë e përhershme për ne, për vlerat e sakrificës, për kushtimit dhe dijes. Frymëzohemi nga figurat që kanë dhënë gjithçka për të ardhmen e kombit, për të ndërtuar me ndershmëri dhe vizion. Falënderim i veçantë shkon kryetarit të komunës zotëri Mirametit, që ka udhëhecjen e sheh vetëm si mision e jo si privilegj. Siç thoshte Faj Konica, Adheu nuk i shërbehet me fjalë, por me vepra. Dhe njerëzit e tillë janë shembull i një drejtuesi vizionar që punon si misionar i përkushtuar ndaj të mirës së përbashkët. Ashtu si një arkitekt i së ardhmes, ai ka kontribuar në ndërtimin jo vetëm të godinave, por të mundësive për gjeneratat që vijnë. Falënderimi për zemërt shkon edhe për komunitetin tonë të dashur, prindrit, qytetarët dhe të gjithë ata që më mbështeten në rrugtimin tim drejt realizimit këtyre ëndrave. Të dashur nxënës, kjo është shtëpia juaj e dytë. Mësoni, krijoni, bashkëpunoni
dhe kur mos harroni se brenda jush shihen mundësi të pafundme. Ju meritoni më të mirën dhe kjo shkollë është një hap i madh drejt së ardhmës, të ndritur dhe të mbështetur në dije, bashkëpunim dhe vlera. Urime të gjithëve për këtë arritje të madhe. Mirë se erdhët në shkollën Kadri Beba, në vendin ku arna ndërtohet çdo ditë. Faleminderit. Falenderojmë shumë drejtorin për fjalimin e për angazhimin e tij. Një falënderim të veçantë e ka nga i gjithë stafi dhe nga të gjithë nxënësit, të cilët janë shumë mirënjohës për punën edhe për angazhimin e tij. E tani, në emër të gjithë stafit dhe nxënësve, shpreh mirënjohje të thellë për kryetarin e qytetit tonë, pa të cilin ndërtimi i këtij objekti nuk do të kishte qenë i mundur. Kam nderin dhe kënaqësinë më të madhe të ftoj zotëri Imria Ahmeti. I nderuar drejtori i shkollës, zoti Natër Peza, personel arsimor, prindër nxënës të kësaj shkolle, të nderuar qytetar të Ribarit Madh, i nderuar kryetari i Bashkisë Islame, zoti Zaim Bahtiu, i nderuar nënkryetari i komunës Diamant Bytyqi, kryesuesi i kuvendit Daut Azemit, drejtor të shkolla, drejtori i dykas Rasim Hasani, të nderuar familjar të dëshmorëve, të martirëve, ju që sot jeni prezent bashkë në Ribar, të nderuar Bacadull, pasardhësi i Kadri Bebes, faleminderit shumë që sot jemi ne, dhe gjithë familjarët të tjerë. Natyrisht është ditë e veçantë. Ditë e veçantë për Ribarin, për prindrit, për nxënësit, për gjithë qytetarët e këtij regioni dhe është ditë e veçantë edhe për ne, sepse bashkë me ju po e përërojmë një objekt i ri, cili zaventson një objekt vjetër dhe mundson kushte shumë moderne e më të përshtatshme për gjithë nxënësit e këtij fshati. Shkolla ndërtohet rrallë si objekte, por dia ndërtohet për ditë dhe unë du me falenderu gjithë stafin bashkë me drejtorin edhe personelin teknik besat kësaj shkolle që me përkushtim ndonë se objekti ishte i vjetër, janë përpjek dhe janë angazhu që nga kjo shkollë të dalin gjenerata të suksesshme. Andaj faleminderit për gjithë përkushtimin e gjithë personelit arsimor edhe personelit teknik dhe prindve nxënësve të kësaj shkolle. Unë besoj që në këtë shpatin të vogël të Ribarit Madh tashmë shkolla e kthyer përsëmari është gjithë fshati, e fshati është e shkollën dhe kështu do ta shihni dijen që do të prodhohet nga personeli arsimor në këtë shkollë. Prandaj jam bashkë me ju për të përgëzuar dhe për të uru dhe uroj gjithë sukseset e gjithë mirat për personelin arsimor, për prindrit dhe për nxënësit e kësaj shkolle. Bashkë me ju do të vazhdojmë të jem të përkushtuar për të plotësuar gjithë infrastrukturën e nevojshme dhe unë të mos harroj të falenderoj edhe ish drejtorët e kësaj shkolle, edhe ish personelin, veteranët e arsimit të kësaj shkolle dhe veteranët e arsimit në nivel komunal për angazhimin e përhershëm e konsistent që kanë pas në arsim. Urime gjithë nxënësve, prindve, personelit arsimor, e gëzofshim dhe bashkë arritshmi suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zotëri kryetar për fjalët, punën edhe për kushtimin e palatshëm. E tani shfrytëzoj rastin t'i përshëndes edhe t'i falenderoj shkollat fqinje të cilët kanë dërguar telegrame urimi me rastin e përurimit të shkollës sonë të re. E pasi dëgjuam drejtuesit tanë të nderuar, fjalët tani do të bëhen poezi. Unë ju ftoj të mirëpresim në skenë Lanika Grejqevsin me poezin Himn për shkollën time. Himn për shkollën time, o shkolla ime, dritë e jetë jep, qirë dhe, vatër, udhërfyes, hynë
Asgjë nuk e ngri më lart shpirtin tonë kombëtar se sa vollja edhe kënga popullore. Me krenari dhe pasion nxënësit tonë do të sjellin tani një vollë popullore në tingujt e këngës së Ilir Shaqirit. Ilash krojet, ilash brigjet, ilash kushat me tullim. Sa ka marrë malli moj zemër, i drushta duka ty me piti. Sot i pija me lutur, e të gjeju prap të këroj. Jo kujt ambre magjike, trupin tim të më mbuloj. E moj e linde rritur në Kosovë, syrit qërbik të vjetur, po në shteta kokën qofsin të në stuan vikem plot në shek. E moj e linde rritur në Kosovë, syrit qërbik të vjetur, po në shteta kokën qofsin të në stuan vikem. Jo në plot vikem, plot në shek. Jetarja më përqefe, lëm të ndër një pëshërtim, trego zemër po e qete, është një në të rëndim. Zoti ti jam lutur, e të gjeju prap të këroj, jo kujt ambre magjike, trupin tim të më mbuloj. E moj e linde rritur në Kosovë, syrit qërbik të vjetur, po në shteta kokën qofsin të në stuan vikem plot një shekull. E moj e linde rritur në Kosovë, syrit qërbik të vjetur, po në shteta kokën qofsin të në stuan vikem. Jo në plot vikem, plot një shekull. Në prehër Zotit jam lutur, të të gjej, një herë të këroj. Flokujt ambrel magjike, trupin tim dhe më mbuloj. E moj e linde rritur në Kosovë, syrit qërbik të vjetur, po në shteta kokën qofsin të në stuan vikem plot një shekull. E moj e linde rritur në Kosovë, syrit qërbik të vjetur, po në shteta kokën qofsin të në stuan vikem. Jo në plot vikem, plot një shekull. Tani dashurim për shkollën Ensar Troshupa do të na e thot përmes një poezie që quhet Dashuria, ditëlindja e shkollës sime. Mirëpresim në skenën Sorin. Ditëlindja e shkollës sime,
çdo vjetor, ne do ta festoj. Gëzua shkolla ime, fest e shumë gëzime, urime dhe ju mësues të kësaj shkollës ime. E gëzushi këtë ditë, ju dëshirojnë nga zemra shumë vjet urime. E pas borxheve vije harmonia. Kori i shkollës sonë do të na dhurojë një interpretim të veçantë të këngës korale Këngë Moj, e më pastaj do ta pushtoj skenën Gëzimi i fëmirisë, ku ju ftoj të shijoni një valle plot ngjyra nga voglushet e klasave të 4-ta dhe të 5-ta.
Ndonjëherë një zë i vetëm mjafton për të ndalur kuën për një çast. Tani ju ftoj të dëgjoni Amila Boshnjakun me një monolog që na ftojmë të ndjejmë më shumë se sa thjesht të dëgjojmë. Jam shqiptar, kosovar, zët e krenor, zët e bujor mbi këtë dhe, që e kam si fe, e për mbi fe, e kam vatan, e kam madhve. Ti është kjo po thret, ti është kjo po vërtet, ti rilar në rit, se jam barbar, jo, s'jam si vërtete, si buqete, ti është kjo i zi, se vendin tim me dua, lirin e dua, e s'dua zët mbi mua, se jam këtu kur s'kish njëri, kur s'kish kufia që një s'jodzi, se jam këtu kur mori zi, esh i lirin, kur nga një det në t'jotrin det, isha zët vet, unë jam këtu nga mote, kur vetë zote, e bëri fushën fush e morin marë. Unë jam këtu, e do t'jem dem babadem, sa morit bët hi, e hiri valli për sëri. Ta shëmba, shkjo kufin, që ngritë te, në vendin tem, e për mbi varë të bobës tem. Ta shëmba, ta dugja, me zjarën e shpirtet, dvuajtjes të rejtjes, me zemërem me vroll të madh, e bubullim që s'kom barem, sa vjetë më qove, më ndove, më vrove, are me gjelat, are me klugat, ti për azope, unë su tremba, ti ngrite kufirit me gjëmba, fortesa ti ngrite, ti shëmba. Tane është kjo i zi, atje ku ti ngrite kufe, ku ndonin e qonin vëzëri. Hej, së shko në valjon për menda, i bje orës mes për mes, e dirin brez e pëmbri brez, hun bas në gaz në grurin tem, të dheu tem, të bobës tem, të birit tem, sët e për jet, e jet pas jete, e ndjej që shlet më zëtë të qetë. Im atë, vetëm nga borë ta pusht, ta mbroni dhenë, ku eshtrat kam, ku hi e tuk e plur janë. Ta mbroni dhenë që e shep, dhe sot si dje, me kurmin tim. Ta mbroni dhenë, me zjarë ta mbroni, me gjarë ta mbroni. Ta deni gjokon me grësht plot, po kur lot, as sot e as mët, se lutë shrëbëri, e gjoko liri. Jam më shërmall e bojalin, e me apisi më shete, si më njete, po kam një zemër në gjoksin tem, që pa pushim më resi tem, dhe babën tem kër e kujtaj, lataj, të poshtë vroror babo, e pa qefin si për hato, rrethë për qark me gjandirma, desha qoj qova dët, desha të bërtas bërtita dët, pa as një lët dhe prita sot të din një lët. Tane unë janë gotë të vdeqë sot, se nëj për mat, mbytu me gjakë për ju me lët, për këtë dhe që e kam si vije për mbi fej, e kam vatan, e kam madhe hej, pa buqas më zëta bo, sa të dëgjohë në qilë la, sa të dëgjohë të fund dhe krej, kur gjak shqiptori kondej. Shaban babo, destan vlo, hej, kom bilir kosovar, ti zët krenor, ti kom shqiptor, ti djali ri, ti pleqëri, bëhu gote për vroll të ri, ta djegësh butën, ta bësh hi, për iri e për pavarësi. Tane është kjo i zi, janë jote, po onë e jote, se jam këtu kur s'kish njëri, kur s'kish kufia si një është kjo të zi.
se jam këtu kur moli zi, esh i liri. Kur nga një dat, në tjotë ndat, isha së të rat, unë jam këtu nga bote. Kur vetë zote e bërë fush e moli mal. Unë jam këtu, e do t'jam dem, baba dem, sa moli për hi, e hiri malë për sëri. Tani kori i shkollës vjen sërish për të na frymëzuar për një figurë të madhe të kombit siç është Luiz Gurakuqi. E pas tyre, këtë program do ta përmbyllim edhe me një vallë me motive popullore.
Atëherë të nderuar të pranishëm, në emër të gjithë organizatorëve, falenderoj përzemërsisht çdo pjesëmarrës, çdo mysafir dhe secilin prej jush që ka gjetur sot kohë të na bashkangjitet. Tani ftoj kryetarin e komunës, drejtorin e shkollës dhe familjarin e kadri bebës Baci Ndull për përurimin e objektit shkollor. E më pas jeni të mirëseardhur të gjithë për ta vizituar shkollën e re e për të vazhduar më pas në koktej. Deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje e gëzuar ditën e shkollës. Bashkë me Baci Ndull me drejtorin, i kene qatë. Hajde i dorë drukitje. Sot arsimtarëve, këto sot arsimtarëve, po, nga pjesë e kam për garderobe dhe ato pjesë tjera që e kam didaktike në subvansës e të vetat, për laptop edhe një kompjuter të vendosin në pjesën të shkim. I me vendosë në kanë me të bodë në gjekët asë tjerët,